أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحمدلله ذي العظيمة في تقويمة الله عز وجل الصلوات والسلامات يا درجة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد مشيرة الله عز وجل شهبته mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Në nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave, komentimi tematik i librit të Allahut Azza wa Jall, dhe jemi tek suraja El Asr, nga e cila sure po mundohemi që të shkoqisim margaritare, porosi, të cilat porosi dhe margaritare i kanë shkoqit njerëzit para neve, njerëzit e dijes, njerëzit e devotshmërisë, ndërsa neve vetëm se i kemi rëndit dhe radhit edhe i jemi mundu që me i mësu njëherë për vete e pastaj me i plasu këtu para juve, dhe thot në ligjërat. Jemi tek fjala Allahut Azza wa Jall, ku Zoti xhallahu ala tha në këtë sure: illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Të gjithë njerëzit janë në humbje të qartë, përveç atyre që besojnë Allahun Azza wa Jall, edhe bojnë punë të mira, edhe e këshillojnë njëri tjetrin me pasu hakun, edhe bojnë sabër. Ne jemi tek pjesa e ajetit wa tawasaw bil haqq, përveç atyre që e këshillojnë njëri tjetrin me e pasu hakun dhe të vërtetën. Dhe kemi thonë që nëse ka qenë e nevojshme një gjë e tillë në kohën e pejgamberit alayhis salam, në kohën e shoqërisë së artë që ka shkel në këtë rrugë të kësaj sahabët radhiyallahu anhum ajma'in, atëherë në këtë kohë një gjë e tillë është më së kërkuar edhe më së e nevojshme. Nga se pak gjejmë thirrsa, pak gjejmë xhamat vëllezër, të cilët e këshillojnë njëri tjetrin për të kapur për hakun edhe për të kapur për të vërtetën. Jemi duke pa që jemi të jetuar në një kohë të mjegullirave, kohë ku batili dhe kota është prapë më të madhe. Dhe normalisht e vërteta është e rëndë, që ashtu që ka thonë Sheikh Albani, dhe ne mos të bëhemi për atyre që e rëndojnë hakun dhe të vërtetën me sjelljet jo të mira. Kuptohet, këshilla e ndërsjellët për ta pasu hakun, apo këshilla në përgjithësinë e Islam, është nga virtytet e larta të kësaj feje. Zotën edhe feja nuk ecë përpara nëse na nuk e këshillojmë njëri tjetrin për t'u kapur për këtë fe. Andaj prej bazamenteve të edukatës dhe moralit, edhe bazamenteve të kësaj feje të bukur është që patjetër me e këshillu njëri tjetrin, me u kapur për hakun dhe për të vërtetën. Vele kanë thënë ulemaja, nëse i kishmi radhit shtyllët e Islamit, kena mësu mi patë radhitun në hadith 5, shahadeti, namazi, zekati, agjërimi, haxhi. E disa pi dietarëve kanë thonë e gjashta është xhihadi, lufta rrugën e Allahut Azza wa Jall. E disa prej tyre kanë thonë jo, e gjashta është el-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Urdhëimi për të mirë, çka është për të mirë, për me ka për hakun, wan nahyu anil munkar, dhe ndalimi nga keqja, çka është e keqja, mos përkrahja e batilit, e të kotës, edhe mos përzierjes së hakut me batilin apo me të kotën. Normalisht Islami nuk është, do thotë, thjesht si fe individuale, do thotë vetëm se për një person, por kjo fe e bukur është një sistem rregullash edhe ligje. Dhe normalisht kërkon kjo fe e bukur që kur dikush e kupton këtë fe si duhet, me ja dhon mundësinë edhe me ja mësu edhe me përhap këtë mirësi edhe të këtë tjerë, në mënyrë që të shihen bukuritë e saj edhe të shijohet lumturia në fjalë. Për dashuria Allahu azza wa tha, li kulli ummetin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Por çdo ummet Allahu azza wa tha kemi përcaktu legjislacion, kemi përcaktu ligje, të cilat ligje e promovojnë hakun, të vërtetën, edhe promovojnë shpërblimin e kapjes për hakun dhe për të vërtetën. Andaj nuk ka pas umet që Allah e kalon me jetu pa ushall. Nuk ka pas umet që Allah s'ka çu te ta legjislacion, që Allah s'e ka treguar atyre të vërtetën. Nga se kjo po të ndodhte, çu kanë thonë ulemaja, po dhe para ulemave ka thonë Allahu azza, do të ishte edhe padrejsi Zotin e rujt, e Allahut azza. E Allah ja ka ndalu padrejsin për vete, po edhe ka ndalu tek të tjerët që të tjerët mos i bojnë padrejsi vetes së tyre.
Për arsye Allahu azza nga drejtësia ti çka tha, "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Na nuk e kemi dënuar asnjë popull derisa i dërgojmë atyre pejgamber. Pse mi dërgoj pejgamber? Me atë vërtetën, me mësu hakun. Pastaj tha, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Nuk ka pas umet që Allah e kalon, do thot pa pas tërheqës vërejtjes apo qërtues. Kush kanë qenë ata? Pejgamberët e Allahut azza wa jall. E pastaj dërgimi i pejgamberëve është mëshirë nga Allahu azza wa jall që ata neve të na thjeshtsojnë hakun, edhe të na mundsojnë neve me kuptu hakun ashtu siç ka kërku Zoti xhallahu ala. Njerëzit vazhdimisht flasin për mëshirë, vazhdimisht e kanë derdh shpëtimin. Dhe kur e shohim për çfarë mëshire flasin për mëshirën e Allahut, por nuk e njohin atë. Flasin për mëshirën e Zotit, por nuk lodhen me përfitu atë. E mëshira e Allahut azza wa jall është tek ata të cilët pra i besojnë argumentet e Zotit xhallahu ala, edhe për ata të cilët jetojnë si musliman. Por arsye Allahu azza wa jall, "Wa rahmeti wasi'at kulli shay." Mëshira ime përgjithësi ka përfshirë çdo gjë. Fa aktubuha lil ladhina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladhina hum bi ayatina yu'minun. Ndërsa mëshirën e veçantë Allahu tha, kena me dërgu tek ata të cilët i friksojnë Zotit, e japin zakatin edhe i besojnë argumenteve të Allahut azza wa jall, pra e pasojnë hakun. Gjithashtu kanë thonë dietarët, nëse na dëshirojmë me ndërtu një shoqëri të shëndosh, duhet patjetër që në atë shoqëri me u gjiku me hak të vërtet, në atë shoqëri me qenë dashur haku dhe e vërteta më shumë se çdo gjë. Nëse në këtë shoqëri, këtë familje, mbjellet ky sistem, atëherë shpresohet që ka me qenë familje, shoqëri e prosperitetit, ka me qenë familje dhe shoqëri me ambicie të larta. Për të arsye, kur i shohim njerëzit sot, për shembull ata të cilët tregojnë zaid ndaj kësaj bote, ata të cilët mjaftohen me hakun dhe nuk lodhen shumë me filozofu, njerëzve ju duken se këta janë si të huj. Ju duken dhe thojnë këta sukur se me pasjetu kone se lefit. Sukur se mos me qenë zemani tonë. A kemi hoxhallarë, për shembull familje, hoxhallarë që kështu shikon nga xhamati jonë, kështu shikon edhe nga vetë hoxhallarë, po kemi. Bile na vjen interesante dhe na vjen çudi që hala pas ka kësi njerëz të tillë në jetën moderne edhe në jetën e hallakamave të çuditshme. Dietarët musliman për me e trajtu këtë temë edhe më bukur, mi dhonë kahje ma konkrete edhe me precizu këtë temë ma preciz me dalë, aty ku bëdoj me dalë, kanë thonë që për mi nëzit njerëzit, pa tjetër, po flasë klapa me pasu hakun të vërtetën, pa tjetër duhet mi a potencu atynve njerëzve frytet e pasimit haku dhe të vërtetës. Do të frytet e këshillimi një tjetërin, o të vasau bil hak, e këshillimi një tjetërin për ta pasu hakun edhe për ta pasu të vërtetën. Djetarët, sarë që kanë shkoqit, do të pika të caktuara, fryte apo dëme, lidhe me diçka, me njëherë pasaj, ju në mundu që me i bazu këto pika dhe këto gjëra konkrete me fjalë të Allahut azza wa jall ose me fjalë të pejgamberit alsam, tash do të vrejmë një gjë të tillë në vim. E para prej fryteve, do thotë që na e përfitojmë nëse këshillojmë një tjetrin me pasur hakun është e përfitojmë udhëzimin në rrugën e drejtë. Rruga e drejtë nuk mësohet vetëm me një ders. Rruga e drejtë nuk mësohet vetëm për një javë. Rruga e drejtë është rrugë e gjatë. Më rëndësi është me u fut në karavanën e atyre që ecin rrugën e drejtë e pastaj a mbrin cakun a nuk e mbrin, nuk është shumë e rëndësishme, por është më rëndësi me gjetë në këtë rrugë vdekja. Por të Allahu tha ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar Allahun azza wa jall, friksojeni Zotin me një frikë respekt që meriton Allahu me u friksu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Edhe mos gaboni me mendu ndryshe me vdek vetëse nuk e vdek në hak, nuk e vdek në të vërtetë. E kjo vdekje është me iman edhe duke qenë musliman. Allahu azza wa jall ka treguar në Kur'anin famlart që këshillimi për të kapur për të vërtetën është nga format më të suksesshme që i kanë përdorur njerëzit në davet. Nga se një gjë e tillë çka bën? I ndihmon njerëzit që me dal nga errësira e shirkut, idhujtarisë, kufrit dhe bidatit në dritën e tauhidit, edhe në dritën e besimit pastër. Për arsye Zoti xhelalu ala e ka këshilluar pejgamberin shumë vende në Kur'an lidhje me këtë çështje. Pra i tyre tha: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana
wajadiluhum billati hiya ahsan. Thirti në rrugën e Allahut azza wa jall bil hikme, me urtësi, edhe me këshillim të mirë. Andaj duhet me pas edukat në këshillim, do thot në davet, por duhet me përdor metodën e këshillimit. Përpara, do thot para 15 vjet apo flas 10 vjetëve, ka qenë diçka normale me pa diçka në kafe që nuk është në rregull, edhe më thon kamarierët ka mundësi mi ndal zonën, për shembull muzikës, ka mundësi bile çto përpara mos me lënë alkoolin, a ka mundësi ato këto. Tash shtëpi tona u bë vështirë me dhon një këshill të tillë. Es po flasim në për kafaneve dhe vende ndryshme, po flas për njerëz që i tutën Zotit apo flas për njerëz që praktikojnë Kur'anin dhe Sunetin. Nëse të na një gjë e tillë u zbe, edhe nëse të na një gjë e tillë nuk praktikohet, atë kush ka mundësi me praktikë? Për arsye Allah i tha pejgamberit sallam, "Wal maw'izatil hasana." Gjithmonë me pas në xhep këshillën për të mirë. Këshillën për ta pasur hakun. Spaku të largon përgjegjësinë për vetes tonë. Spaku i ki tregu që një gjë e tillë është haram. Spaku që i ki tregu që një gjë e tillë nuk është në rregull në fenë e Zotit xhelalu ala. Dietarët kanë thonë që ai i cili vazhdon edhe këshillon për tu pasur haku apo për ta pasur haku njerëzit, për tyre familja e tij ngat, ai ka më qenë sebeb me leila Allahu azza wa jall herë kurdo që më bëu sebeb me nxjerr njerëzit nga errësira e shirkut apo nga ignoranca, jahilieti në dije edhe në prosperitet. Kjo arrihet me çka? Vetëm duke e këshilluar një tjetër me e pasu hakun. Pra dobia e parë edhe fryti i parë është na e fitojmë udhëzimin e Allahut azza wa jall. Se Zoti xhelalu ala dëshiron me pa prej neve që kemi për ne këtë punë. Dëshiron me pa prej neve që na kena pranuar Islamin edhe i nënshtrohemi Islamit. Nga se ka njerëz që dëshirojnë me him fe me kushte. Për shembull Allahu tha: "Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytani innahu lakum aduwwun mubin." Ajo që keni besuar Allahun azza wa jall, hyn në Islam tërësisht. S'ka me him me kushte. Kjo po pëlqen as po pëlqen. Musliman jo. Besohet mundon me jetu me hak, me të vërtetën. Wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Mos i pasoni hapat e shejtanit, nga se është armik juaj i përbetuar i juaj. Njëkohësisht këshillimi për ta pasur hakun është që mi tregu vetes edhe të tjerëve që na dëshirojmë me jetu me sistem islam. Na kena pranu këtë Kur'an udhërrëfyes edhe ligjvënës mesin tonë se ka zbritaj që është i përkryer xhelalu ala. E Allahu azza wa jall ka thonë në Kur'anin famlar: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." A keni mendu që na ju kena kriju kot se koti edhe s'keni më kthit Allahu azza wa jall. Fata'ala Allah wal malikul haq. Ktheni Allahu azza wa jall, ai është mbreti suprem i vërtet. Kur më kthyn këtë dunjë para sa marr koha me dash më kthi, por nuk ka mundësi më kthi. A dini sa njëri kur ta shohë dillën tu lind nga perëndimi, sa njëri bën sejdë, sa njëri beson, besimi është i kotë. U dash ka kohë caktuar kur ti do më qenë muradhit radhat e caktuara, nuk ka kur dush ti. Ka kohë caktuar kur ti ke mundësi muradhit nga pala e hakut, pasi ka njerëz që kanë më dash me rënë sejdë edhe në xhenem apo ditën llogaris. S'ka mundësi me rënë sejdë. U dash maharet me kuptu hakun edhe me rënë sejdë Allahut azza wa jall. Friti i dytë ka thënë ulemaja është nëse na këshillojmë një tjetrin për ta pasur hakun, kemi pas bereqet. Për bereqet është se kjo bëhet shkak për ndreqjen e zemrave tona dhe rregullimin e jetës personale, shoqërore dhe do thot individuale. Nëse na e këshillojmë një tjetrin, për shembull, instinkti njerëzor, na vetë përjetojmë jetën e përditshme, këto e përjeton edhe burri me gruan, edhe kolegu me kolegun, vllau me vllaun. Nëse ti ja ke dhënë një këshill grujës mbrëmje, ajo ka me flek, ka më gjetë natën çut çish me të nxonë jasë ngushtë ty. Me ta gjetë një dobësi. Edhe kur vjen e dreka, ta çet në saka më pa ta qit pak krypsele. Çka thot? Thot, më tha mua çu shtoma, ti e ke çfarë dush me përmirësu. Ose ai tjetri që e ki ortak në biznes, thot që ke dobësi e ki ti. Ose ai tjetri që ki, do thot vetëm shok i thjesht, mundohen çka me aktivizohet intuita njerëzore. Dikush e bën me nxon ngushtë, realisht ja shef hajrin, e dikush do thot e bën me qëllim të mirë në mënyrë që me fitu razinë e Zotit xhallahu ala. Pse më bën një gjë të tillë? Nga se çush ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ad-dinu nasiha." Feja është këshill. Prej këshillave është
wa ammet wa li aimmati al-muslimin wa ammatihim. Por udhëheqët e muslimanëve, por edhe masën e gjerë mesin e muslimanëve. Andaj bazamenti i kësaj feje është se kjo fe prej bazave është këshill, është nasihat. Dhe nëse ti dëshiron me u qut fetar, edhe praktikuesi i kësaj feje patjetër duhet me pas këshillën në jetën e përditshme. Po normal nuk të bën me llogarit veten, do thotë pagabushëm, nuk duhet momentin kur ta plasosh këshillën me u duk superior, pas pare duhet me janis për vetës. Jemi të mangët, edhe unë e kom këtë dopsi, diçka po më duket atë të jam të overit këtë dopsi, do të me përdor metodë këshillimit në mënyrë që tjetri mos më nënçmu, apo mos më ndi i nënçmuar, ose me thonë kush është ki mu me ma plasu dhe me ma dhon këtë këshill. Andaj dukesh duhet me fillu këto. Jo marr puna mos me akuzu burrën me atë lek vëgjën grujës vet, apo me këshillu, apo mos me akuzu me marr guximin e gruaja me këshillu burrën e saj. Në kuadër kësaj kanë thonë ulemaja, përveç se rregullohen zemrat. Çfarë rregullimi i zemrave? Rregullim aspektin e besimit. E kur rregullohen zemrat, çka vjen? Vjen hidajeti i udhëzimit të Zotit. Argument, ka vosh, po ka argument. Ka thonë Zoti xhallahu ala në Kur'an, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Kush e beson që do Zotin, Allah ja udhëzon zemrën e tij. E çish udhëzon zemra me besim edhe me çka? Me këshillën në një tjetër. Kanë thonë dietarët, në kuadër kësaj forcohen marrëdhëniet ndërnjerëzore me sinqeritet edhe me drejtësi, përmes këshillimit. Për shembull, nëse herën e parë ju ka du grujës këshilla jote, e jetë herën e dytë e shef që pe ja thonë me sinqeritet. Nëse gjykimi jot familje ju ka duk vllaut, kunatës edhe tjetrit, gjykimi jetë edhe ti ja dëshmon se një gjë e tillë është baza e drejtësisë, më njëherë fillon me pas sinqeritet. Unë e di që ka raste të thotë përjashtim ka, dikush bëdi ova tregon drejtësi, sinqeritet, dikush nuk përmesohet, nuk ndryshon, mirë po, na e thirrun me e plasun një gjë të tillë edhe me e shërun një gjë të tillë. Gjithashtu, kuadra e saj ka thonë lemoja e largon mashtrimin edhe hipokrizin. Këshilla për me pasu hakun, automatikisht e largon njerin që me ushtir. Qysh me ushtir? Të gjithë na kanë erbim këtë sprovë. Për shembull, falësh vesh shpe, falësh është dush. Falësh në xhami me pleq, s'ki është arsye me ushtir. Kur të falësh me njerëz më të veçantë, njerëz më adekuat, apo dukesh më ndryshe, ose shkon në xhami mjekën se rregullon se kreheq, ku shkon në një takim ndryshe sillesh. Do të këto gjëra janë elemente që ndoshta kanë në jetën e përditshme na ndodhen neve si muslimanë. E tash nëse dikush në treg vëgjën këtë drejtim, mundet më u duk këshilla në këtë rast e jetë, por me lenë Allahut ka pas dobi edhe fryte. Por kjo e çrënjos me lenë Allahut edhe mashtrimin, shtirjen ose hipokrizin. Me kallëzu që këto si më të e bo vesh me u duk në familje, si më të e bo këto vesh me u duk në shoqëri këtë këshillim, po jam të e bo që nesër mos më arë puna me më përfshi edhe mu dënimi Allahut azza wajal. Çka kon fjalën? Zeynep bintu Jahsh, e keni dëgju këtë bintul Jahsh, e keni dëgju këtë hadith, transmeton hadithin ku pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon pol për shkatrimet që Allahu i bën te popujt, edhe i thot një fjalë, a bon vaki o pejgamberi Allahut mu shkatru edhe mesin ton ka njerëz të mirë? A pejgamberi thot naam, idha kathura al-khabath. Po, nëse përhapet e keqja. E pse u përhapet e keqja? Se ti edhe unë s'kena fol. Pse u përhapet e keqja? Pse ti edhe unë kena hesht. Pse u përhapet e keqja? Se na se kena ngrit zonin me këshillu. Okej, duhet me rujt veten, kur ka hallakama, do të me rujt, do të jetën tonde, se shkon kanë krya, koka, për disa elemente, po jo për elemente bazike që dhe njerëzit që janë muslimanë kuptojnë që janë pjesë e fesë Allahut azza wa jall. E treta është për fryteve të këshillimit me pasu hakun është janë gjesmi dorën një tjetrit për shka? Me shpëtu këtë botë dhe botën tjetër. Automatikisht nëse arrin me shpëtu këtë botë, jep me kuptu që sinjal pozitiv keve dhe botën tjetër. Për dhe arsye, Allahu ka thonë al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqun. Të gjithë shoqëritë janë armiqtë një tjetrit ditën e gjykimit. Veç ata që kanë këshilluar një tjetrin për me pasu hakun edhe për të vëshmëri. Kjo shoqëri ka me qenë e shpëtuar. Për arsye ka thonë Hasan Basriu, nëse gjin shok që të këshillon, ka pa përdorë dhe mos e lëzo. Dhe shtoj këta shok, se ditën e gjykimit ka me të bëu dobi. Ke dunia që kshu shtrem pak, kanë kritikuar, kanë këshillu, ama kemë pa që kritika dhe këshilla ka qenë me vend, edhe kemë pa që ka bëu hajër. Për arsye, Allahu thanë
në këtë sure, apo na këshillon në këtë sure që ta pasojmë hakun dhe të vërtetën, nga se kjo është rruga e shpëtimit, duke thonë wa tawasau bil haq, dhe këshillon një tjetër me e pasu hakun edhe të vërtetën. Thot Ibn Kaimi rahimullah në kuadër të ajeti, thot kush e kërkon shpëtimin këtë botë dhe botën tjetër, le ta dije që nuk ka mundësi me gjetë askund tjetër, por veç në këshillim të një tjetrit për me pasu hakun edhe të vërtetën. Edhe nëse dikush drejtohet pse ti po flet, pse ti po merr guzimi me i këshillu njerëzit, mjafton me jacek këtë fjalë të Ibn Kaimit. Do thonë mjafton me jacek surën al-Asr. Pra tha Ibn Kaimi, kush e dëshiron shpëtimin këtë botë dhe botë tjetër, atë nuk e zin askund post në këshillimin e pasimit të hakut dhe të vërtetës. Gjithashtu përfitimi i shpërblimeve të mëdha. Nga se kush e ka nasib me udhëzu në hak dhe të vërtet, çka ka shpërblime të mëdha. Që tha sa pejgamberi sa të sahabijut, i tha, a nuk e din që Islami je gjubu me qablehu, i shlyn ke gjunat të kalume. Haku e vërteta, i shlyn mëkatet. Për të arsye dietarë kanë thonë që a ma mirë me shku te Zoti, me do të duke qenë hak, edhe me pak vepra, me shumë gjunahe, a me shku te Allahu me shumë vepra të mira, që i ki bo ti, po i ki bo këtë me pa hak, pa pasim Kuranit, pa pasim Sunetit. Edhe ki shku do thot me pak gjuna, edhe pse mjafton si gjuna risia apo bidati. Për të arsye me nësi me taku Allahun faqebar, duke qenë në hak dhe të vërtet, e pasaj kime pasë kjo çështje dhe një gjë e tillë ka me të dhënë shpërblime të mëdha të Allahu azza wa jall, nga se kush bo sebeb që dikush me e pasu hakun dhe të vërtetën, ka me marrë shpërblimin e të tjetrit pa ju paksu shpërblimin. Argument ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtetë që ka shënuar Imam Muslimi në sahihun e tij, men da'a ila huda kana lahu min ni'mah. Thotë ai i cili thret, do thotë men da'a ila huda, kush thret në hak, kana lahu min al-ajri mithla ujuri. Thotë ka me pas problem, sikurse shpërblimi i atij që e pason hakun pa ju paksu, do thotë min ujurihim shay'a, pa ju paksu shpërblimi asnjë prej tyre. Do të bëhet sebeb që dikush më mësoni mesele, dikush më mësoni mesele sunetit, dikush më mësu se kjo është risi, kjo është bidat. Dhe ky mësim që ti e bëu sebeb, do thotë me adhon atij, me pasu hakun, ka më qenë për ty shpërblim, edhe ka më qenë për ty si do thotë sadaka rrjedhse, nga se i bëu sebeb që më u përhap hajri, mirësia dhe më u mbyll, do thotë dera e shirrit, qoftë shirkut apo edhe bidatet apo punëve të këqija. Andaj na duhet me përpjek maksimalisht që bashkëshortja jonë, nëse kur jemi martues ka qenë udhëzume, hakun mos më mësu për dikujt tjetër, po me dëgju prej teje, ti që e ke dëgju për një hoxhë të besueshëm, me mësu prej teje. A zbo njeriu më bëu xheloz këtë çështje? Pse gruaja më mësu hakun për dikujt tjetër? Ti ai që e ke timonin, normal nëse Allahu të ka udhëzu, pse bëu ti neglizhon këtë punë? Po pak më pas njëri xhelozi pak, edhe këtë drejtim, jo xhelozi në aspekte tjera. Pastaj më bëu xheloz edhe më përpjek, po flas për xhelozi pozitive, më përpjek që e vladi jot hakin vërtetë më mësu prej teje. Ose spaku surën al-Fatiha, që në këtë surë përsëritet 17 namazet farz, ihdina siratal mustaqim. O Allah na udhëzon në rrugën e vërtetë, pse ja vladet surën al-Fatiha, pse ja kuptimin e saj, pse ja rrugën e vërtetë, që edhe kur të vdesësh ti, shpërblimet me të ardh, do thotë edhe në varr, duke qenë do thotë për shkak pasimit të rrugës së drejtë. Për këtë arsye ka qenë dert i pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Para mendoni Jakubi alayhis salam para se me dek çka ka bëu, i ka mbledh djemtë vet. Plot djem ka pas, elhamdulillah. Çka ka thonën? Falni vetë se ju lash para heqa. Me dur gjeva ju lash. Falni vetë se ju lash pa banesa, pa kera, pa shtëpia, baba po dese me të pa shtëpi. Ku për mua? Jo valla si ka thonë kështu. Çka ka thonë? Ma ta'budun min ba'di. Çka keni ndërmend me adhuru mas meje? Ato o bab qysh bre? Neve e gjetëm e nga bo këtë pytja, a me që këtë dertë të me dalë për kësaj bota, tu që ju mbo gjemë të Jakubit gjithë për nga mërë. Allahu alem, ka si mendim të ulemaja, mirë po kur ka deshke ka thonë ma ta abudun e më mëri. Gojle ka pas, besimin. Pastaj Ibrahim a.s. Rabbi gjallni muqim salati wa min dhurrijeti,
O Allah, bëhëm mu për atyre që e pasojnë hakun, e falë namazin, edhe familjen time. Ka bu dua gajla, ka pas edhe për damazlëkin e vet. Kur ka folë për putët, e ka shfash si derë para Zotit. Rabbi innehunne adhlalna kathira minan nas. O Allah, këta puta që janë të adhuru njerëzit, i qitën farësh, i lejthetën nga rruga e drejt, dert e ka pas. Ibrahim e thëmë, dert. A kemi na dert që na desin familjar për namaz? A kemi dert që na desin nanat për shamia? A kemi dert që na desin motrat me veshmbathje çuditshme? A kemi dert edhe vllau tjetri prindi? Gajlën ki dunjas i mëngjemi apo. Ki ulema zbon, ai zbon, kjo ashtu, kjo alim kështu. Familjen katastrofë. Allahu ka me të pyet për familjen tonë. Për arsye tha pejgamberi mu andhira ashiratak al-aqrabin. Pastoreja u borën e për familjes, të reqja vetin të afër me tu, mësoja hakun, shpalose se pranojnë pas, a i dilë të nëndena. Andaj duhet pa qëtër me u bo sebeb që s'pare antarët e tonë me kërku këtë bereqet të vërtetës edhe këtë dritë e pasaj dhe tjera. Gjithashtu, prej fryteve që është i parafundit është mbajtja e unitetit dhe vllazërisë islame. Pse sot njerëzit ju më përçoh shumë? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Mos u përshani, mos u dani grupe ka thënë Zoti. Kam ju fuqia. Shumë kam me pas sunetit, o kanë me qenë si shkuma adetit. Shumë kam me pas musliman, si shkuma adetit kur gjosën bojnë. As gëzojnë me shqyt një shkrim Facebook, as gëzojnë një video me bu. Raportohet, s'kemi fuqi. Elhamdulillah shumë jemi. Kur ka pas lugim për shevës, pas sunetit që ka shkusot, ka pas. Ngishta kanë qenë. Kam bo punë ma shumë se na. Kur ka pas musliman, po flasë që i falin 5 ku namaz, sukur se tash që shtë në mbushën në gjami në gjuma, s'ka pas, kur e ki pa një punëtor dhe nërë të arë në gjami në gjuma, s'ki pa. Kodovia, në gjami të mbushën kodovia, islami do kualitet, e jo kuantitet. Për të syje, haki e vërteta, edhe këshillimi për pasimin e hakut vërtetës është se mbahet gjallë vllazni lëkën edhe e ruan unitetin. Si të lëshojmë rrugun në xhallar, pastaj xhamati një nga një, pika 5 bomi. Si cili e shef hakin, të vërtetën qysha marrmenja. E ka bën një undër Facebook, e pa ka një undër në gjumë, edhe të haku është edhe pikë. Si shon për veç, apo ka dëgjuar një hadith, ka dëgjuar një fjalë dietare të kështu më radh. E është kontekstit, që ai ndoshta ka pas qef me thonë atë fjalë. Nëse dëshojmë unitet, bashkim, edhe vllazëri islame që duhet paqëta duhet me këshillu një tjetër me pasu hakun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahu tha, kapuni për litarën e Zotit xhallahu. Të gjithë pa përjashtim, edhe mos u përçani. Bile në fund, vazhdim të ajetit i ka treguar që mos harroni, sot jeni bashk, ama para se me ju uzu Zoti keni 100.5. Allah ja bashkoi zemrat e juaj dhe u bën vllazni. Asbahtum bi ni'mati ikhwana. Me begatin e Allahu dhe mirësitë e tij sot jeni vllazni. I keni zemrat e bashkuara, a drejtë keni qenë armiq të një tjetrit. Keni pas qef me një tjetër me pa të vdekur. Na ka ndodhur njerëz të cilët kemi dëshmuar për ta, kemi llogarit për krahas, janë bërë armiq tonë. Ata që i kemi llogarit armiq me padrejtisht ose me ndonjë arsye, janë bërë armiq tonë. Çfarë është kjo dunjë? Sillet rrota. Edhe nuk e dim se kush ku e ka fundin, inshallah Zoti na ruan dhe na forcon. Thotë Imam Shafiu rahimahullah, thotë e vërteta është e rënd, por është e dobishme. Ka fryte. Haku, më fali, e kota është e ëmbël, por është shkatrimtare, edhe afat shkurte. Çështu njëjtë, pra është një fjalë ka thonë edhe Ibn Kaimi lidhe me mëkatin. Çka ka thonë? Mëkati mund të duket i shishëm, por periudhë caktuar i ka pasojat e rënda. E fundit në këtë çështje është këshillimi në pasimin e hakut dhe të vërtetës mjafton me qenë për neve si argument për të shpëtuar nesër ditë të gjykimit para Allahut Azza wa Jall. Nga se Zoti xhallahu ala ka kërkuar edhe nga ummetet e tjera që këshillimi me qenë pjesë e tyre. Pjesë e shoqërisë e tyre, nga se kështu mbahet gjallë familja, shoqëria, kështu ngriten ambicjet për të bërë mirë. Allahu Azza wa Jalla thotë për i tharë të librit: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba
لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Kujtohu ku Allahu Azza wa Jall e mori premtimin për atyre që ju dha libri, thotë librit لتبيننه للناس, që i këshilloni njerëzit për pasimin e hakut dhe tua, sqaroni hakun atyre, wala taktumune, edhe që të mos e mshehni hakun. Ndoshta na nuk kemi në këtë kategori që me msheh hakun, po kanë herë me sjelljet tona, me gjestet tona japim me kuptu që këto çka kemi kuptu dhe këto çka jemi të pasu, po dojmë me uzurpu, edhe po dojmë me bu pronë personale. Kurani nuk është pronë personale e njerëzve, as e pejgamberi sa ka qenë. Suneti nuk është pronë personale e jemi edhe jotja, as feja nuk është vallahi jo. Na e njohmi hakun përmes librave, e nuk e njohmi përmes njerëzve. Haku njihet përmes asaj çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu. Për arsye nuk personalizohet një gjë e tillë dhe nuk uzurpohet, nuk është pronë personale. Suneti nuk është pronë personale që me ta dhon komoditetin dhe lirinë me qit pi sunetet ata që don ti apo ata që tek e ty. Për arsye dietarët kanë këtë drejtim. Me kështu në gjithë, sidomos Sheikh Ibn Bazi, Allah e mëshiroft, ish mufti i Arabisë Saudite, gjithmonë këtyre gjërave ju ka ikë. Aja si ka njoft, plot hoxhallarë si ka njoft, vallahi ka njoft. Po shpesh herë ka hesht. Edhe shpesh herë kritikën e ka dhënë në formë këshilla nasihati. Që ai që e ka pranuar një marrë që ka shkuar kundër këtij hoxhës. Mashallah në madh ka pas njerëz për shkak të sjelljes së këtij mufti, sepse ka qenë i verbër, i ka mbarrë, do thotë me kritiku më sa ka qenë gjallë. Për shkak të edukatës edhe për shkak të këshillës mirë. Për arsye Allahu tha: "Wa al maw'izatil hasana." Këshillama me këshill të mirë. Wa jadilhum billati ahsan. Nëse vjen puna me ngrit pak zonin, me i shty llafët, edhe këtu do të më koni mirë. Apo sa për pak. Mos me hub shpresën, edhe mos me thonë që pikti s'ka hajra dhe ki kur nuk bëhet musliman ose pasuesi i sunetit. Argument për të shpëtuar te Allahu Azza wa Jall, pra nga se Zoti ka premtuar në shumë vende në Kur'anin famlar që Allahu ka mi shpërbly ata që janë mundu për këtë punë. Edhe ka mi shpërblime gjigante, edhe i llogarit për bamirësve. Të Zoti xhelalu ala: "Walladhina jahadu fina lanahdihannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Ata të cilët janë përpjekët rrugë, kanë dhënë mundi, ju lodh, ju ndjerësit, lanahdihannahum subulana. Kena me amundsu, do thot me e pas me qenë hak. Wa inna Allaha lama'al muhsinin, Allah është me bamirësit. Ose Allah është tha: wa anna hadha, Zoti xhelalu ala tha: "Wa inna Allaha lahadi alladhina amanu." Allah ju zon rrugën e vërtet ata që kanë besu, ama jo vetëm kanë besu, po e kanë këshilluar një tjetrin me u kap për këtë besim, edhe me u kap për litaren e Zotit xhelalu ala. Normalisht ligjëratat e tilla kërkohet, do thotë vëmendje, kërkohet, do thotë që njëri me qenë më i thellët, edhe kërkohet ndoshta përqendrim më i madh, për shkak se e kanë stilin ndoshta pak të seminarit, edhe kanë stilin të ndarjes të pikave, edhe pse realisht e duhet me qenë më tërheqëse, po tham që haku nuk është i lehtë. As me u sqaru, as me u kuptu, po as me u pasu. Mirë po, kur do me përfshi bereqeti Allahut Azza wa Jall, del pi këtij vendi me hakun e kuptuar, edhe deri këtij vendi që haku duket i lehtë, si për të kuptuar, si për të punuar me të, si për të jetuar apo për të mësuar të tjerëve, do thotë hakun edhe të vërtetën. Ndërsa për dëmet e moskëshillimit edhe çështje që i bojnë njerëzit me deviju nga rruga vërtet ose me qëndru rrugën e vërtet, me lenin Allahu Azza wa Jall do të vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme, duke mos dashur që me mos të rrëzohet më shumë se kaq. Elusme Allahun që Allahu të bashkojë zemrat tona në hak. Elusme Allahun që ta kuptojmë hakun ashtu siç ndon Allahu Azza wa Jall. Elusme Zotin që të punojmë me hak, të jetojmë me të, edhe të vdesim me të. Allahu na bëf nga pala e hakut dhe të vërtetës, e jo nga pala e batilit dhe të kotës. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.